Nisi punimet tryeza rajonale informaliteti në territor, sfida dhe zgjidhje, me përfaqësues të institucioneve përkatëse nga vendet e Ballkanit, Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malezi. Në fjalën e hapjes, kreuja Luiznit tha se kjo tryezë ishte organizuar për të diskutuar çështje me interes të përbashkët të problematikave specifike të këtyre vendeve. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi e cilësoi këtë problem si një çështje të tranzicionit dhe tha se ky takim është i rëndësishëm pasi adreson një nga çështjet e ditës, çështje që qeveria shqiptare ka vendosur të adresojë me prioritet dhe shpejtësi, theksoi ai. Ministri e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni tha se objektivi i qeverisë shqiptare është që brenda mandatit të parë të kësaj qeverie të përfundojë shumica e legalizimit të ndërtimeve pa leje. Sipas saj, Shqipëria u prek nga migrimi dhe informaliteti dhe mungesa e planeve vendore ka krijuar precedent të dhimbshëm urban. Ka dhënë ndërheqjen sekretari i Partisë Socialiste në Borxh Dimitër Prifti. Prifti është bashkuar Forumit Rinor të Partisë Demokratike Saran dhe strukturave të Partisë Demokratike në Borxh. Ende nuk bëhen të ditura arsyet e kësaj ndërheqjeje, kur kanë mbetur më pak se 4 muaj nga dita e zgjedhjeve lokale. Është zhvilluar në Milano të Italisë panajiri botëror i turizmit Milano 2015, në të cilin ka marrë pjesë edhe qyteti i Hymarës. Sërish oferta turistike e Hymarës ka qenë në qendër të interesit të operatorëve turistik nga mbar bota. Fotografit e Hymarës, strukturat e hotelerisë dhe restoranteve himariote u prezantuan nga Agjencia Kombëtare e Turizmit. Pjesëmarrja e Hymarës në këtë panajir pritet të rritë ndjeshëm edhe numrin e vizitorëve të saj nga gjithë bota në sezonin veror 2015. Dhe pse pati një rënje të lehtë, çmimi i naftës në Shqipëri është rritur sërish. Në pikat e karburantit, nafta tregtohet nga 171 deri në 173 lekë për litër. Nafta filloi të shtrenjtojë në javën e parë të shkurtit, kur çmimi i naftës bruto në botë filloi të rritej. Por rritja në vendin ton ka ardhur graduale dhe e qëndrueshme, duke u shtrenjtuar 10 lekë për litër në 3 javët e fundit. Sjellja e tregtarëve të karburantit në vendin ton këtë muaj nuk ka pasqyruar as pak uljet e shënuara në bursë, ndërsa duke i qëndruar vetëm besnik pas qyrimit të rritjes. Linda djegse në vend është në më të shtrenjtat në rajon dhe mungesa e uljes së çmimit u ka rënë në sy edhe ekspertëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në qytetin e Hymarës ka nisur ndërgjegjësimi qytetar për ndarjen e diferencuar dhe riciklimin e mbeturinave. Në një tryezë të rrumbullakët me aktor lokal, biznese lokale dhe qytetar, është diskutuar një ditë më parë ecuria dhe arritjet e projektit me temë ndërgjegjësimi qytetar dhe riciklimi i mbeturinave. Realizimi i objektivave dhe pritshmërive si dhe sfidat që u hasën gjatë realizimit të tij. Së fundmi, Hymara po i kushton një vëmendje të madhe projekteve për mbrojtjen e mjedisit, riciklimit të mbetjeve, por edhe projekteve mbi energjinë alternative.